Dy përfaqësuese të kombit kuqezisht Shqipëria dhe Kosova flirtuan me ëndrrën e botrorit, por u ndalën vetëm në fund fatkeqësisht për të diskutuar se çfarë ndodhi me të dyja ekipet përfaqësuese dhe çfarë presim nga e ardhmja. Sot në Sport News kam kënaqësinë të diskutoj me ish futbollistin e kombëtares shqiptare dhe trajnerin e mirënjohur Klodian Duro. Klodi, përshëndetje, faleminderit shumë që pranove ftesën. Përshëndetje, mirë se u gjeta, Trevisa. Klodi, dy përfaqësuese, një komb që na mbledh të dyja skuadrave, të dyja janë dalur në fazën play-off të botrorit, njëra në gjysmëfinale, siç është Shqipëria, dhe tjetra në finalen e madhe ndaj Turqisë në Fadil Vokri. Për kohë trishtove ti më tepër, nga kush skuadër prisje më shumë? Po, për të dy kombëtarët tona, sigurisht që ishim shumë pranë të dyja kombëtarët, realizimit të ëndrrës të madhe të gjithë popullit tonë dhe aq më tepër të gjithë opinionit futboldasësh, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Sigurisht që duhet ishim shumë të lumtur që të paktën njëra nga kombëtarët ta kishim të paktën në botror, po fatkeqësisht asnjë nga të dyja nuk kaloi dot, pavarësisht se ishim shumë pranë në realizimin të këtyre ëndrrave. Duro, në fakt në botror për herë të tretë radhazi nuk arriti të shkonte as Italia, por pse neve na la një shije kaq të keqe kjo disfata ndaj Polonisë? Po sepse, siç e thash, ne ishim shumë pranë, se përderisa kalon grupet e eliminatorëve dhe shkojmë në play-off, atëherë duke ditur edhe kundërshtarët që ne kishim përballë, unë mendoj që kishim kundërshtar të kalueshëm, si Polonia, po ashtu dhe siç e tregoi dhe finalja e fundit, Suedia me Poloninë, që kaloi Suedia në botror. Ajo Suedi që e mbylli grupin e vet eliminator në grupin e Kosovës dhe e mbylli pas një fitore. E vërtet. Vetëm me 2 barazime në grup, me 2 pikë, ndërkohë që Kosova kishte 11 pikë në grupin e vet me Suedin. Çfarë do të thotë kjo? Që forcia apo forma e këtyre dy kombëtarëve, si Polonisë, po ashtu dhe Suedisë, nuk ishte në atë maksimumin e vet. Që ne mund të hidhnim këtë hap që do të ishte për herë të parë në historitë futbollit tonë. Pati një diskutim shumë të madh fatkeqësisht edhe për zgjedhje që trajneri Silvinjo bëri në ndeshje ndaj Polonisë, qoftë përpara, pra qoftë formacioni titullar, por gjithashtu edhe zëvendësimet e bëra, qoftë me vonesën, po themi, pas golave të pësuar, por edhe me lojtarët që janë hedhur në fushën e blerët. A mendon se është përgjegjësi kryesor trajneri Silvinjo për këtë eliminim, apo fatura e këtij zhgënjimi duhet ndarë, po themi, edhe midis lojtarëve? Shiko, fatkeqësisht në futboll gjithmonë kur humb, aq më tepër që ne humbëm 2 ndeshje radhazi edhe këtë tjetrën, pavarësisht se ishte miqësore. Pavarësisht se ishte miqësore me Ukrainën, fatura më e madhe i shkon trajnerit. Ky është një ligj. Ne flasim për Poloninë. Parimisht në futboll. Sigurisht që Silvinjo gjatë gjithë periudhës tij në drejtimin tonë kombëtares, që nga fillimi kur ka ardhur, përveç se është një njeri i shkëlqyer, do të thosha unë, sigurisht dhe një profesionist i madh, por nga fillimi deri tani ka bërë dhe shumë mirë në grupet eliminatore që ne shkuam dhe në Europian. Dhe fatkeqësisht në këtë periudhë të fundit, domethënë në këto edhe tek eliminatorë, pavarësisht se ne kaluam grupin me shumë vështirësi, duhet të them që ajo fitore në Serbi ishte fitoria më e madhe për të gjithë, dhe po ishte ajo vendimtarja që neve na çoi në play-off. Sigurisht në formacionin fillestar, unë e mendoja që Silvinjo nuk do të bënte ndryshime, të paktën në vendosje dhe në lojtar, tek siç ka luajtur dhe eliminatore. Domethënë me një 4-3-3, domethënë më tepër i fokusuar në aspektin se si do të mbroj fillimisht skuadra dhe pastaj se çfarë do të sjellë në fazën ofensive sulmuese. Ajo që unë prisja edhe kam thënë është që të paktën në një ekip kombëtar, mendimi im, dhe këtë nuk e them se me atë çfarë shoh apo çfarë bëhet, por e them nga ajo që unë kam prekur në fushën e lojës, edhe si futbollist, por edhe tashmë dhe si trajner. Në momentin që ti ke një potencial shumë të fortë ofensiv, ti duhet ta shfrytëzosh. Dhe aq më tepër që këtu jemi ekip kombëtar, dhe në ekipin kombëtar nuk ka formacion fiks, mund të ketë një bazë
të mirë se këtu flet për Ernest Muçin të paktën ose për Anis jo Mehmetin vetëm që ishte edhe më të fortë, po themi më të mirët, më në formë tek Shqipëria në këto momente. Pikërisht, tek këto të dy që the ti, duke i shtuar edhe Armando Brojon. Po, Broja ndoshta ishe më me pak minutazh në këmbë, se vite nga dëmtimi dhe të gjitha. Por mund të aktivizoheshe 45 minuta, 30 minuta në vend të 15 apo 20 minutave që u aktivizua. Dhe e them këtë përderisa ti i ke dhe i ke grumbulluar në ekipin kombëtar, atëherë ti duhet t'i shfrytëzosh. Sigurisht Se duket sikur bie pak edhe në dileme veten e tij, se në fillim kur ka ardhur te Shqipëria ka thënë që do të vendos në formacionin titullar më të mirët ato që janë më në formë, ato që kanë më shumë minuta në këmbë, dhe tani pas 3 vitesh ndodhe kundërta. Unë te kjo pjesë kam dhe në këtë aspekt ka ngelur pak i zhgënjur në aspektin sepse ishim shumë pranë realizimit të objektivit ton kryesor, shkuarjes në Amerikë, në botror. Por për disa zgjedhja, por për disa, do të thosha unë më tepër disa një besimi tepruar apo këmbgulje tek e vetjat. Sepse po të bëj një krahasim në eliminatorët përpara që ne shkuam në Europian, Silvinho ka lozur me një 4-2-3-1. Dhe në ndryshim nga ky formacion që lozëm në eliminatorët e botrorit, skuadra jonë për atë që shkuam në Europian ishte më tepër ofensive në lojë në grup. Patën mbrojtjen më të mirë dhe sulmin më të mirë, ndërkohë tani luani më tepër në mbrojtje. Bravo, dhe unë këtu them që ne në vend që të bënim një hap më përpara, kemi ngelur në vend për të mos thënë një hap mbrapa. Pse e them këtë? Sepse Bajrami që në këtë ndeshje ishte në majën e sulmit, në eliminatorët përpara ka qenë sulmuesi i dytë. Tek treshja e mesit, kanë luajtur Ramadani Aslani dhe ka qenë përpara tyre Bajrami. Në krahun e majt ka qenë Seferi, në krahun e djathtë Hasani dhe në majën e sulmit pastaj ka qenë her Broja, her Manaj, her Uzuni, apo Uzuni pastaj në vend të hynte në vendin e Seferit hynte Uzuni në krahun e majt, por ne kemi pasur një 4-2-3-1 më tepër ofensiv, me një lojtar plus në mesin e fushës. Ndërsa në këto eliminatore, ne kemi pasur një treshje të mesit pa Bajramin, po kemi pasur Aslani, Shehu... Në eliminatorët e Evropianit kishin dhe Cikalleshin në... Shehu dhe Laçi. Po, ka qenë dhe Cikalleshin, sulmues kryesor. Ishte sulmuesi kryesor e ishte, do të thënë. Luajt i gjithë kualifikueset me atë. Bravo, është shumë e saktë se harruam Sokolin, se... Normalisht mos prezenca ti në këto eliminatore, por ka qenë dhe Cikaleshi, do më kemi pasur fazën ofensive më të fortë. Por ndryshimi që vura Reu në këto eliminatore është ky, që ne kemi lozur me 3 mesfushor tashmë stabil, ka qenë Laçi gjithmonë në qendër, do më thënë Aslani, Shehu, Laçi, edhe Ramadani her pas here, por Bajrami ka qenë gjithmonë i spostuar, o në krahun e majt, ose në sulm, ose në pankinë. Po çuditërisht këtë ndeshje ishte një nënç fallc në sulm, ndërkohë që nuk ishte apo nuk vinte me formën e tij më të mirë të mundshme. Në shumë pak minuta. Ndërkohë, për të mbetur dhe pak tek sulmi i kombëtarës, kryefjala po themi gjatë kësaj periudhe ka qenë Ernest Muçi, i këtij debati ndoshta post ndeshje, po themi, një lojtar që në faktin gjan, një 10, po themi, lojtar me shumë klas, u aktivizua ndaj Polonisë vetëm në minutën e 82, do të thënë shumë pak nga ajo çka ne të gjithë prisnim, dhe u largua më pas 2 ditë më vonë nga grumbullimi për arsye se kishte pësuar një lëndim, por ndërkohë vijon të stërvitet rregullisht me Trabzonsporin dhe do të luajë në fundjavë kundër Galatasarayt. A mendon se ka një çështje Muçi në kombëtare apo veprojmë ne keq me këtë talent? Shiko, çështje Muçi ndoshta ka për ne që e pëlqejmë apo të paktën me atë që shohun futbollin dhe me atë që trajneri thot kur grumbullon futbollistët, që do ftojë grumbullistët më në formë, ata që kanë më shumë minuta, nuk ndodh kjo tek loja pastaj. Sepse rrjedhimisht lojtari më në formë i Shqipërisë në këtë moment, nga disa që kanë qenë me minutat plota, siç është kapiteni Xhimshiti, domethënë qendër të mbrojtjes, më kupton? Ka qenë Ernest Muçi. Me aktivizim plot tek Trabzonspori, me 12 gola, me 5-6 asiste dhe gjithmonë titular, dhe ajo që ka më të veçantë Muçi, sepse Muçi mund të mbuloj të gjitha rolet në ofensiv. Mund të lozi ofensivi majt, ofensivi djathtë, mbas sulmuesit, po ashtu edhe si sulmues kryesor, sepse kështu ka lozur te klubi i tij. Te klubi që trajneri i tij, që unë e njoh shumë mirë, Fatih Teke, i ka dhënë shumë besim dhe një futbollist në momentin që trajneri jep besim, jep maksimumin fushën e lojës dhe e përkthen atë pastaj me rezultate, me gola.
Prandaj dhe unë jam disi zhgënjur dhe ndoshta jo disi, por jam i bindur që nëse Muçi do t'ishte mbajtur shumë pranë nga trajneri Silvinho dhe ndoshta po t'ishte i dhënë besimit dhe të aktivizuar që në fillim, aq më tepër që loste në një fushë që ai e njeh shumë mirë në Poloni. Sepse përpara se të vinte në Turqi ka lozur në Poloni me Legian e Varshavës. Dhe atje ka qenë golshënuesi më i mirë i Legias. Janë gjithë këto komponentë që ndodh kjo çështje sepse unë jam vetë trajner dhe dëshira është gjë tjetër dhe pastaj aktualiteti është një diçka tjetër. Unë mendoj që këtu Silvinho këmbguli shumë tek ajo mendësia vetë defensive, që çuditërisht vjen nga një vend siç është Brazili, që futbollin e ka vetëm ofensiv, por ndoshta edhe vetë pozicioni tim në fushën e lojës duke qenë që ka luajtur si një mbrojtës i majt, ndoshta e bënte atë disi më të tërhequr dhe më të friksuar për të parë fillimisht aspektin mbrojtës dhe jo atë sulmues. Duro, në 3 vite në krye të kombëtares shqiptare, trajneri Silvinho na dërgoi në Evropian, siç e përmendëm edhe pak më përpara, shkuan për herë të parë në play-offin e një botërori në këmbvështrimin tënd. Pra, është ky cikël pozitiv me trajnerin Silvinho ose më saktë, me çfarë note do e vlerësoje ti këtë trajner? Do të thënë, çfarë ka bërë ky për kombëtarët shqiptarë gjatë këtyre 3 viteve? Unë thash dhe në fillim, edhe e ripërsëris dhe e riforcoj. Silvinho ndoshta ka dhënë gjithçka nga vetja e tij. Është një trajner i ri në skenën europiane, domethënë të futbollit, me pak eksperjenca si zëvendës trajner, domethënë tek Interi, tek Brazili, domethënë me shumë pak eksperjenca dhe ju dha një mundësi e artë, sepse është një mundësi e artë. Ti drejton një kombëtare, e cila tashmë ne jemi një kombëtare që merr pjesë në fazën eliminatore në Europian. Sepse ishim kualifikuar njërë përpara me ish trajnerin Debiase. Kjo ishte era 2. Atëherë ty t'jepet një mundësi e artë që bashkarisht me ekipin ton kombëtar edhe ti rrit karrierën tënde si trajner në arenën europiane. Se nuk diskutohet, një futbollist i njohur, që ka lozur me klube të njohura dhe me shumë potencë në Europë, atëherë bashkangjiten gjitha këto bashkë edhe ti paralel me ekipin ton kombëtar, zhvillon dhe karrierën tënde si trajner. Mendoj që në të përgjithshmen e gjërave ka bërë mirë, sigurisht ka pasur fatin, sepse kjo është një mundësia që ti ke si trajner në ekipin kombëtar, që ti ke një gamë shumë të gjerë futbollistë dhe mund të marrësh futbolliste që dëshiron ti dhe që janë më në formë. Dhe të krijosh një formacion që ty t'jep suksesin, që t'jep fitore. Po mendoj që ka bërë një hap mbrapa, sepse, siç e thash, luajti ndryshe në fillim kur erdhi, filloi duke u tërhequr disi mbrapa për çudi. U bë shumë italian. Bravo. Si duket, domethënë, edhe vetë ai duke qenë që ka qenë Itali, ka menduar më tepër për anën vendosje, taktikën, anën defensive. Por realisht ne kemi një potencial shumë të fortë sulmues. Dua të të bëj një pyetje të drejtë për drejtë dhe dua edhe një përgjigje të drejtë për drejtë. A duhet vijojmë ne me trajnerin Silvinho apo është një cikull i mbyllur? Unë mendoj që Silvinho, për mendimin tim, do më thënë tashmë i duhet një rifillim i ri, një ristartim i ri, sigurisht që ka bërë mirë dhe unë jam i sigurt që ai ndoshta, do më thënë edhe nëse nuk vazhdon tek Shqipëria, ndoshta do drejtoj është zgjedhja e tij pastaj një klub apo një kombëtar tjetër. Por mendoj që do të ketë një vazhdimsi të mirë në tregun europian dhe botëror të futbollit. Klod, të kemi parë gjithë, je shumë aktive edhe në rrjetet sociale, shpesh bëhesh edhe viral. Së fundmi keni shprehur dëshirën, po themi, për të qenë në krye të kombëtares shqiptare, në krye të kombëtares a është kjo realisht një ambicje juaja, pra që t'jesh trajneri i parë i Shqipërisë, apo thjesht dëshira e një ish lojtari që ka dhënë shumë edhe për ekipin përfaqësues, padyshim? Treviza, shiko, në momentin që unë vendosa që të mbyll përfundimisht futbollin e luajtur, vendosa pastaj të hyj një karrierë si trajner. Sigurisht që në hapat e mi të parë, kam trajnuar në Superligën e Shqipërisë dhe fatmirësisht, do më thënë me një ekip si Kuksi, i cili kalonte ture në Kupat e Europës dhe ishte gjithmonë kompetitiv në Superligë, do më thënë për të dalë kampion deri në javën e fundit, mu dha kjo mundësi që unë me shumë besim dhe me shumë kurajo e mora përsipër
dhe fatmirësisht me një ansambl, me një grup shumë të mirë futbollistësh dhe me një klub që donte suksesin, të gjithë bashkë ne ja arritëm që në fund fare pasaj nga një sezon i nisur keq me trajnerin që unë zëvendësova, arritëm që ne të fitojmë në fund fare të hymë në Kupat e Europës në vendin e tretë në kampionat, në Europa League, dhe paralelisht me këtë fituam dhe Kupën e Shqipërisë. E gjithë kjo fitore, po pra, më dha besimin dhe të gjithë motivet për të vazhduar. Sigurisht që kur e nisa këtë karrierë, ëndra ime ishte që një ditë jem në stolin e kombëtarës së Shqipërisë. Por ti e di që për shkuar në atë post, fillimisht duhet kalosh tek presidenti Duka. A ke patur ti kontakte me presidentin Duka, pra është ai në dieni të dëshirës tuaj, a do t'i dërgosh ndonjë mesazh, po themi, në distancë, pse jo për postën e kombëtarit, sepse trajneri Silvinjo në kontratën e tij përfundon në muajin korrik. Ndoshta aventura e tij tek Shqipëria mund të mbyllet më përpara, ndoshta do të presim korrikun, por gjithsesi. Shiko, unë mendoj që presidenti Duka, do më thënë, e njeh shumë mirë gjithë shka që rrotullohet rreth futbollit, do më thënë për ekipin kombëtar, po ashtu dhe në Superligën e Shqipërisë dhe në tërësi në futbollit shqiptar. Sigurisht që unë jam ndër të parët që jam njohur me presidentin Duka, që kur unë isha futbollist dhe për një kohë gjatë ne kemi qenë bashkë pjesë të gjithë atyre sukseseve që ne arrinim me ekipin kombëtar. Unë si futbollist bashkë me të gjithë shokët e mi dhe me të gjithë kolegët e mi që kemi arritur që të bëjmë dhe fitore historike, do më thënë atë kohë, duke pasur në drejtime dhe presidentin Duka. Si që kemi fituar me Greqinë 2004, kampionet të Europës, me Rusin 3-1, me Suedin 2-1, me ndeshjet shumë të forta me Portugalin, Hollandën e me gjithë ekipet e tjera, por kemi bërë gjithmonë fitore historike. Sigurisht ne u rritëm të gjithë bashkë, edhe ne si kombëtare, por edhe presidenti Duka duke krijuar gjithë atë eksperiencë, që tashmë sigurisht ne si futbollist na vjen një ditë dhe e mbyllim futbollin e luajtur. Presidenti Duka ka vazhduar po i njëjti në drejtimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Sigurisht ka merit shumë të madhe për gjithë sukseset e Shqipërisë, për atë çka ka krijuar si federat, sepse tashmë ne kemi një federat në Tiranë, në një kompleks të plot me 2-3 fusha shumë të mira, me njerëz që janë të gjithë në shërbim të ekipit kombëtar tashmë, me një stadium për të pasur zili në të gjithë Europën, siç është Air Albania, aq më tepër tani përveç sukseseve që presidenti Duka ka arritur 2 kualifikimet në Europian me Shqipërinë dhe ngritjen e ekipit ton kombëtar në një rang tjetër dhe në Europë, dhe me një personalitet tjetër, edhe ai vetë personalisht tashmë është zëvendës presidenti UEFA-s, kështu që janë të gjitha këto gjëra që siç e thash, Duka i ka më mirë se kushdo tjetër e njeh ambientin e futbollit shqiptar. Sigurisht siç më njeh edhe mua, dhe të besoj që të njëjtin vlerësim që ka pasur atëherë si futbollist, se ndoshta kam qenë nga të paktët që kur Duka vinte në hotel, thoshte ku është Duro, dhe unë kohën më të madhe, domethënë kur ishim grumbulluar, e kalosha me presidentin Duka. Duro, më ka bërë një përshtypje e një koment, po themi, i legjendës Vasil Ruci në News 24, një pyetje që është drejtuar nëse ishte pro apo kundër idesë që një trajner shqiptar të vijej në krye të kombëtarës shqiptare, dhe përgjigjja e tij ishte që nuk ka rëndësi kush vjet, mjafton që të jetë inteligjent. Pra, ju si mendoni, e ka ardhur koha për një trajner shqiptar në krye të Shqipërisë, vetëm shkurtimisht se jemi në limitet e të kohës? Unë besoj që sigurisht që ka ardhur koha. Normalisht në fillimet e tij unë i kam dhënë të drejtë presidentit Duka, sepse dhe vetë shkolla jonë në atë kohë e trajnimit nuk ishte në këto kushte që janë sot, sepse është pak po për të rikujtuar që vetë Federata Shqiptare e Futbollit dhe me në krye presidentin Duka, tashmë ne jemi të licencuar nga UEFA, duke dhënë të gjithë licencat për trajnerët UEFA Pro, UEFA A, UEFA B, e gjitha me radhë, duke shtuar këto dhe atyre të drejtorëve sportiv, arbitrave, trajnerave, do me thënë është rritur shumë në nivel federata jonë e futbollit. Dhe unë mendoj që ka ardhur koha që po kjo federat të prodhoj trajner dhe për ekipin ton kombëtar. Pse? Sepse një shqiptar, do me thënë një trajner shqiptar, aq më tepër ish futbollista që siç
unë kam luajtur dhe me shokët e mi, pak për të përmendur, siç është Lala, Skela, Bogdani, Cana, ky brez që ne të paktën në ato fillimet tona e kemi pasur të vështirë, por kemi arritur t'ja dalim të gjithë në Europë dhe kemi qenë vetëm për të mos harruar dhe të gjithë kemi bërë shumë mirë. Unë mendoj që të gjithë këta janë të aftë që t'japin gjithçka për ekipin kombëtar. Unë personalisht e shoh veten dhe jam plotësisht i bindur që me të gjithë futbollistët që ka Shqipëria dhe me këtë rritje të futbollit ton, jam shumë i bindur që Shqipërinë, duke qenë që kemi krijuar këtë bazë, jam i bindur që çdo vit e kualifikojnë në Europian dhe çdo vit apo për herë të parë e çojmë në botëror. Ndërkohë, flasim pak për Kosovën, sepse u eliminua në hapin e fundit pra në finale ndaj Turqisë në Fadil Vokri, por në Kosovë për të eliminimit po i trajtojnë si heroj. Madje janë dekoruar nga presidenti Osmani dhe Albin Kurti, kryeministri. Shkurtimisht, si e sheti të tashmen edhe të ardhmen e Kosovës? Shiko, unë mendoj që Kosova ka bërë hapa shumë të shpejt në zhvillimin e saj, edhe si nivel futbolli Superliga e Kosovës, për mos thonë që është një hap më lartë se ne, sepse ka 3-4 vite rresht që çon një ekip në grupet e Conference Ligës, ishte Ballkani, tani është drita. Dhe në nivel kombëtar ka bërë hapa shumë të shpejt, sepse që nga 2016-a që u pranua domethënë UEFA dhe tani që 2026 janë 10 vite. Dhe për 10 vite dhe Kosova ka pasur ato uljet e ngritjet e veta duke ndruar shumë trajner, hera herës, por tashmë me trajnerin Franco Foda ka krijuar një stabilitet dhe me të gjithë futbollistët që kanë gjirin e vet dhe me këtë hap gjigant arriti që të kaloj edhe ndeshjen e parë të play-offit me atë fitore fantastike në Slovaki, duke shënuar madje edhe 4 gola në fushë huaj. Duke kthyer të dy herë ndeshjen. Duke kthyer dy herë në disavantazh dhe arriti ta kthej dhe të siguroj kalimin për ta çuar te kjo finale me Turqinë, që sigurisht Turqia ka një brez shumë të artë futbollistësh që luajnë në klube dhe mbajnë peshën kryesore të klubet e tyre. Domethënë pak për të përmendur Yildiz, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, që kanë një eksperiencë shumë të madhe që e vjen në shërbim të kombëtarës tyre, siç e tregoi dhe ndeshja, sepse mendoj që Turqia e ndadhi pak, por i kapi komplet mezin e fushës Kosovës në atë ndeshje, nuk e la që të krijonte shumë shanse të veta dhe mbi të gjitha arriti që të krijojë atë shans duke shënuar golin. Dhe kjo mjaftoi për të kaluar, se vetë ndeshja ishte e tillë, një ndeshje finale ku mund ndodhte gjithçka. Ndërkohë Kosova, Klodi, duket se ka, po themi, dhe një brez të ri, edhe me shumë talent ndryshe, siç është situata tek Shqipëria, që duket se lojtarët tanë janë edhe në fund, flastu për Hysajin, Gjimshiti, por edhe të tjerë që janë pranë mbylljes, po themi, janë në vitet e fundit, ndërkohë Kosova i ka mosha 20, 21, 22 vjeç, kanë dhe ato patjetër Vedat Muriqi apo Rahmani, që dhe ato janë po themi ndoshta në vitet e fundit karrierës, por sërish ka një brez më të ri se sa kombëtarja e Shqipërisë. Thej një gjë shumë saktë dhe kjo është merit, domethënë në ndryshim nga ne, kombëtarja e Kosovës apo trajneri i saj, Foda, ka arritur që të fusi dhe të shfrytëzoj futbollistë që janë më në formë momentalisht, pavarësisht moshës, emrit apo klubit ku los. Në ndeshjen e fundit ishte mbrojtësi i majt Gallopeni, i cili pak më përpara loste në Superligën e Kosovës me Prishtinën, një vit më përpara. Ai është 19 vjeç, po mbush 20-at, dhe ishte lojtari kryesor në fushë. Në një ndeshje përpara me Slovakinë ishte Hoxha, ndeshja e tij e parë që luante me Kosovën dhe ishte autori i golit parë. Do të thotë që në ndryshim nga ne, Foda i ka shfrytzuar më mirë elementet e rinj. Dhe nëse ti një elementi të ri e fut gradualisht me ekipin dhe i jep besim, atëherë ai vetveti rritet me pjesën tjetër të ekipit. Në ndryshim, ky është ndryshimi që ti e kape shumë mirë nga ne nuk kemi arritur dot që të aktivizojmë futbollista të rinj, sepse Silvinho është përmbajtur gjithmonë një mbëdhjeçe të tij statik, po, që i ka besuar. Ndërkohë, shqiptar jemi ne, shqiptar janë edhe vëllezërit tanë nga Kosova, por po bëjnë shumë zhurmë akuzat ndaj Vedat Muriqit, më shumë po themi se sa akuzat e një tifozit të rëndomt, po themi të shqetëson hapësira që u dha një personi anonim, u përfshit dhe ju në distancë me këtë konflikt, domethënë. Shiko, unë mendoj që në futbolli prandaj është i bukur se ndiqet nga të gjithë njerëzit dhe do ketë diskutime para ndeshjes, patjetër, në pushim të pjesëve dhe pas ndeshjes. Dhe është gjithë përfshirës. Të gjithë mund bëhen trajnera, të gjithë mund t'japin opinione, të gjithë mund t'japin mendimin e tyre, më kupton? Por realisht, ajo që merret për bazë është opinioni i atyre që cilët e kanë prekur vetë,
domethënë fushën e lojës, kanë luajtur në nivel superior, e dinë se çfarë ndodh në ndeshje të tilla për të marrë përsipër pasaj për të shprehur një mendim. Unë jam plotësisht dakord që ju dha një vëmendje shumë e madhe vetë pikë së pari nga Vedati. Domethënë është i prekur, kam përshtypjen. Po, është i prekur, por kushdo mund t'japim apo mund të flasi budalliqet e veta në këtë botë. Dhe mund të shpreh, e di që është e rëndë, por nuk kemi pse t'i japim rëndësi njerëzve pa vlerë, të cilët asnjëherë nuk e dinë atë sakrifica të mund që bën një futbollist për të mbajtur emrin e Kosovës apo për ta bërë aq të madh sa gjithë bota të flasi për Kosovën siç foli në këtë periudhë. Dhe një nga këta është Vedat Muriqi, i cili luan në Spanjë, është golshënuesi i dytë më i mirë i ligës, golshënuesi më i mirë i Majorkës, thyen në rekord të lojtarëve të tjerë me emër si Samuel Eto'o, që ka luajtur te Majorka, është ai që e mban emrin lart në një shtet që nuk e njeh Kosovën si të pavarur, siç është Spanja. Dhe ai vetveti është ambasadori i Kosovës në të gjithë Europën. Do ta quaja unë pa frikë Vedat Muriqi. Ndërkohë një pyetje e fundit shkurtimisht se jemi në limite. Shqipëria apo Kosova, kush mendon ti se do të shkojë në botërore para? Se në Evropian kemi qenë ne që e kemi prekur të parët, por botrorin asnjëra nga ne se ka prekur. Pavarësisht se Kosova e kaloi një hap përpara nesh dhe ishte shumë pranë realizimit të ëndrrës, unë mendoj që Shqipëria, dhe e thash pak më përpara, unë kam shumë besim tek aftësitë e mia dhe Shqipëria me trajnerin Duro do të jetë në botror për herë të parë në historinë e saj. Shpresojmë shumë, qoftë edhe që ti jesh trajneri kombëtarës, edhe nëse nuk do të jesh tani në një të ardhme, shpresoj shumë që ëndra jote të bëhet realitet, se në fundit që gjithë ne punojmë që ëndrat tona të bëhen realitet pa diskutim. Edhe unë jo më kohë të them, sepse nga të gjithë eksperienca që kam kaluar në të gjithë kampionatet e Europës dhe me eksperiencën që kam krijuar tashmë si trajner, në të gjithë klubet ku kam qenë, harrova të them që kupën e parë vetë presidenti Duka ma ka dhuruar në dorë si trajner. Në të gjithë klubet ku kam qenë, sigurisht që unë kam punuar për të dhënë më të mirën time për t'i rritur si klube, por nëse klubet kanë mendësinë e tyre nuk është problemi im, unë jam plotësisht i bindur tek aftësitë e mia dhe nuk fluturoj, por jam me këmbë në tokë dhe nuk mundem më, domethënë, të rri një hap mbrapa, por dua që shteti tim, kombi tim, që më kam mbështetur, duart rokitur dhe brohuritur, dua t'i jap gëzime të tjera tashmë si trajner. Faleminderit shumë Klodian Duro që ishe me ne sot, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit juve. Mirë, miq të News 24, kemi mbritur në fund të Sport News për ditën e sotme, bashkë do të jemi nesër në orën 17:00 deri atëherë kalofshi sa më bukur.